Ekzekutimi i 45 vjeçares shqiptare në Greqi, dinamika se si autori e qelloi për vdekje bashkëshorten. Prova të reja kanë dalë në dritë në lidhje me vrasjen e 45 vjeçares Julieta Obzova nga Nea Smyrni për autoritetet policore që po përpiqen të zbardhin enigmën e një krimi plotësisht të paramenduar. Pamjet nga kamerat e sigurisë kapin hapasapi veprimet e autorit të krimit, sulmi në hyrje të pallatit dhe vrasje, ndërsa deklaratat e të afërmve zbulojnë terrorin që po përjetonte viktima si dhe lëvizjet e dyshimta të kamikazit para tragjedisë. Video nga kamerat regjistroi momentet që 45 vjeçaria përjetoi pak para vrasjes së saj me gjak ftohtësi. Si u zbulua nga shqyrtimi i pamjeve filmike, autori i krimit kishte ngritur një prit jashtë ndërtesës ku jetonte 45 vjeçaria. Burri është filmuar duke mbritur në zonë më herët dhe duke pritur me durim mbërritjen e gruas. Në momentin që 45 vjeçaria hapi derën e përparme të pallatit, autori i krimit e ndoqi atë, pasi e detyroi të binte në gjunjë. Ai e goditi 2 herë me shqelma dhe më pas e qelloi në kokë. Menjëherë, pas aktit të tij, autori i krimit e ktheu armën nga vetja dhe kreu vetvrasje duke i dhënë fund jetës pranë trupit të pajetë të 45 vjeçares. Xhelozia, frika dhe ndërrimi i bravave. Dëshmitë e të afërmve të Julietës zbulojnë se 45 vjeçaria jetonte me frikë për shkak të sjelljes së autorit të krimit. Vajza 16 vjeçare viktimës, e cila ishte në shtëpi dhe dëgjoi të shtona, dëshmoi se e dinte që nëna e saj ishte në një lidhje, por se ajo kishte mbaruar në shkurt. Në të njëjtën kohë, vllai i viktimës dëshmoi se 45 vjeçaria i kishte rrëfyer se kishte frikë nga ai dhe kishte marrë vendimin përfundimtar për t'i dhënë fund lidhjes së tyre, duke përmendur xhelozinë patologjike që ai po shfaqte. Për më tepër, vllai i Julietës zbuloi se 45 vjeçaria kishte ndërmend të ndryshonte bravat e shtëpisë. Dëshmia e gruas së autorit të krimit. Dëshmia e bashkëshortes ligjore të autorit të krimit në polici konsiderohet gjithashtu me rëndësi të veçantë. Ajo zbuloi se sjellja e burrit të saj kishte ndryshuar në mënyrë dramatike vitet e fundit, duke dalë shpesh nga shtëpia në mbrëmje, ndërsa pranoi se dhe ajo kishte frikë prej tij. Në fakt, pak para se të nisej për të zbardhur planin e tij kriminal në Nea Smyrni, bashkëshorti i saj la asaj shumën prej 1.000 eurosh duke i kërkuar t'i mbante ato. Duket se autori i krimit bënte një jetë të dyfisht. 45 vjeçaria nuk e dinte që ai ishte i martuar. Ajo besonte se autori i krimit ishte i divorcuar dhe siç doli më vonë, 48 vjeçari me origjinë nga Shqipëria kishte ndërmend ta vinte në kontakt me vajzën e tij. Autoritetet vazhdojnë të shqyrtojnë telefonin celular dhe pajisjet elektronike të autorit të krimit, duke analizuar mesazhet, thirrjet dhe kërkimet në internet për të hartuar plotësisht lëvizjet e tij të fundit para dënimit me vdekje. Në të njëjtën kohë po shqyrtohet edhe e kaluara kriminale autorit të krimit në Shqipëri, pasi dyshohet se ai kishte shqetësuar autoritetet lokale në Tiranë në vitin 2016, por një rast që përfshinte gruan e tij, si dhe për ngacmim sistematik dhe sjellje për ndjekje.